Nuk e mohon takimin, Takimin jo, por ajo insiston në dy arsyetime. E para që formatet këtilla të bisedave nuk është as hera e fundit as e para që organizohen, mirë po është hera e parë që organizohen pas një sulmi paramilitar mbi territorin e Kosovës, ku kishte rënë dëshmor dhe hero Afrim Bonjaku në mbrojtje të tij, në mbrojtje të një sulmi të organizuar sipas vetë qëndrimit zyrtar televizjes dhe vendosje nga lista serbe. Njerëz të listës serbe kanë qenë të involvuar në atë sulm dhe në takim ishte prezent përfaqësuesi i listës serbe dhe të sponsorizuar e të mbështetur në aspektin logjistik nga Republika e Serbisë. Kjo është specifike sa i përket këtij takimi. Sa i përket i takimit, kjo është specifike koha kur ka ndodhur, çka ka ndodhur do thotë në Kosovë brenda këtij harku kohor dhe pajtimi formal, sepse unë e di që ajo nuk e ka karakterin e marrëveshjes imperative, se të njëjtat bëhen në Bruksel. Pajtimi formal për amnistimin e serbëve të veriut, të cilët nëse në bëhet fjala për amnistimin e serbëve që kanë vjedhur në një supermarket, të kemi të qartë, por fjala është për amnistimin atyre që kanë qenë të përfshirë në sulme të vazhdueshme mbi institucionet e Republikës së Kosovës. Kjo është ajo që e bën më të ndjeshme dhe më specifike këtë takim, e që siç thash e legjitimon narracionin politik serb për zhvillimet në pjesën kur po ndodh kjo, në të njëjtin kohë kur në Kuvend Kosovës sapo diskutuat ka solli mbi skenaret mbi cilat do të operoj mbase politikisht lëvizja e Kurtit si parti. Dhe ajo edhe në fund për ta thënë në shkrimin që e kam pas dje. Ky është serb i mirë, ajo është serb. Po edhe në shkrimin që e kam pas dje dhe kjo mbase tregon edhe një lloj arsye, edhe pse në Kosovë nuk arritet të ndërtohet një alternativë politike sa i përket mënyrës se si e ka menaxhuar dialogun Albin Kurti, sepse kjo fotografi tregon që edhe subjekte tjera politike opozitare kanë qenë të involvuara në mos drejt për drejt atëherë si mbështetëse apo prezente në formatet e këtilla të dialogut dhe nxjerr në dritë një paradoks që neve në odoks, sepse fillimisht kur gazeta zvicrane bëri ditur se në një takim të tillë kish pasur një bisedë relaksuese ndërmjet Gjuriqit dhe Bisnik Bislimit dhe ne u habetëm për mbiheshtjen e partive opozitare sa i përket skandaleve të këtilla publike. Por kjo tregon pse edhe subjekte tjera politike nuk kanë qenë në gjendje ta ndërtojnë një alternativë tjetër kritike në raport me pushtetin mbi temën kryesore të dialogut dhe mos harro kemi edhe vlerësime sipas ekspertëve të njohur ndërkombëtar, analistit të njohur German Weber, i cili thotë që marrëveshja e bazë Brukselit dhe aneksi i zbatimit në Ohrid është edhe më i dëmshëm, e thotë tekstualisht, se sa eventualisht edhe këmbimi i territoreve.